Të qoftë i lehtë dheu i Burojës, dheu i Skënderajt, dheu i Kosovës. Të kam sjell edhe një dorë nga dheu i Shqipërisë. Lam të mirë atit të atit pavarësisë Kosovës. Dhe në këtë ditë të trishtuar jam këtu me të gjithë familjen tuaj, të cilës sot i mundojnë 2 burra. Që na mungon në këtë përcjellje të babait tënd. Sepse padrejtësitë politike e kombëtare të burgosjes tënde e luftarëve të tjerë, sot ju shtua edhe një padrejtësi njerëzore e morale. Të dashur familjar e të afërm të atdhetarit Haxhi Thaçi. Të dashur motra dhe vëllezër. Haxhi Thaçi, ky burr i shtrirë përpara nesh e për cilin morëm të gjithë rrugën për këtu në Skënderaj, është shembulli se si njeri i thjesht mund të bëhet një atdhetar i madh. Kjo është e mundur kur urtësia, njerëzillëku, ndershmëria, lidhjet e forta me njerëzit dhe përkushtimi i përditshëm i një burri që duket i zakonshëm, shumëfishohen, ndriçojnë dhe frymëzojnë përkushtimin dhe sakrificat pra dheun për kombin për njerëzit. Por Haxhi Thaçi ishte më shumë se kaq. Përkujdesja prindrore, edukata patriotike, devocioni i këtij plaku që u foq gjithë jetën nga fryma e së drejtës dhe frymëzimi prej lirisë, i dhan Kosovës një komandant e një luftëtar, një udhëheqës vizionar, kryeministrin e parë e presidentin e pavarur të Kosovës. Prandaj, Haxhi Thaçi ishte, jeton dhe do të jetojë në birin dhe shëmbulltyrën e vet, Hashim Thaçin dhe në pasardhësit e tij. Faleminderit burrit dhe patriotit Haxhi Thaçi që na dha Hashim Haxhi Thaçin, udhëheqësin politik të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, lufta e së cilës me mbështetjen e popullit vet, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s e ka bërë Kosovën prej 26 vitesh një shtet të lirë dhe prej 17 vitesh një shtet të pavarur. Nuk i bën nder askujt, përveç armiqve të lirisë, fakti që Hashim Thaçi dhe udhëheqësit kryesor të ushtrisë shkrimtare të Kosovës janë sot në 7 penxhere në Hag. Si viktima të një drejtësie që po bëhet për herë e më tepër një iluzion dhe për ditë e më tepër po shkallmon vlerat, parimet dhe standardet ndërkombëtare të drejtësisë dhe injoron e marginalizon institucionet sovrane të shtetit lirë e sovran të Kosovës. Dhe që amoralitetit dhe falsitetit të vet i vuri vulën me ndalimin e të burgosurit padrejtësisht dhe kundra ligjërisht Hashim Thaçit për t'i dhënë lamtumirën babait të vet. Baca Haxhi, në vend Hashimit kemi ardhur të përcjellim ne të gjithë, nga Shqipëria dhe nga gjithë Shqiptaria. Të qoftë i lehtë dheu i Burojës, dheu i Skënderajt, dheu i Kosovës. Të kam sjell edhe një dorë nga dheu i Shqipërisë. Lam të mirë atit të atit pavarësisë Kosovës. Erdha këtu për t'i dhënë lam të mirën Bacës Haxhi, me respektin e thellë për këtë familje të njësuar me historinë e Kosovës. Falënderit prej djemve të tij Hashimit, po edhe të vllazëruar me familjen time përmes Hashimit. Kjo është një ditë e trishtuar. Dhe në këtë ditë të trishtuar jam këtu me ty, Nana Hyr, jo në këmbë të Edit, po në radhë të parë sepse e di mirë se çfarë do të thotë të jesh prind i një politikani e posaçërisht nëna e një politikane. E kam përjetuar pranë nënës së Edit. Dhe në këtë ditë të trishtuar jam këtu me të gjithë familjen tuaj, të cilës sot i mundojnë 2 burra. E di dhe më mirë se çfarë do të thotë të jesh bashkëshortja e një politikane. Aq më tepër e një udhëheqësi. Aty ku fryn dhe nuk pushojnë erërat e forta. E përjetoj çdo ditë. Por çka nuk di do të fare në këtë ditë kaq të trishtuar,
Është se çdo të thotë të kesh fëmijën me pushk në dorë, duke luftuar në përmala, apo rrok të atë dashurisë së veti ku lart në një vend, pa qiell e për askush nuk e di se sa kohë. Duhet të jetë një ankth i pambarimit. Ndaj nuk më mbajti dot vendi atje në Tiranë, po desha atje këtu sot, pra nënës dhe gruas së Hashimit. Nënës dhe bashkëshortes së komandantit, siç i thrasim gjithnjë dhe në shtëpi, i cili në këtë ditë ndarje të dimshme duhet të vijojë të jetë larg në luftë. Nuk besoj se një mungesë mund të jetë dot kaq herë më e madhe se sa prania në një ditë si kjo. E prandaj ajo rezaton shumë përtej këtyre mureve, si një këmban kujtese për dhimbjen e vjetra mira prindërve dhe grave të kësaj toke, por edhe sakrificën e krejt popullit Kosovës për ta paguar çmimin e lartë të lirisë. Të qoftë i lehtë Dheu Baca Haxhi.